Në stadiumin Niko Dovana të Durrësit, kategoria e dytë uli si parin me një finale që kurorëzoi sezonin dhe skuadrën e Beslidhjes së Lezhës si kampioni këtij edicioni. Pasi dominuan grupet respektive, A dhe B dhe siguruan ngjitje në kategorinë e parë, Beslidhja dhe Oriku u përballën në aktin e fundit për të përcaktuar fituesin e trofeut. Në një sfidë të luftuar ishte Beslidhja që arriti të bëjë diferencën duke triumfuar 2-0 fal golave të Grubanov dhe Raboshtës, duke vullosur kështu një sezon të suksesshëm me trofe. Po ashtu edhe Oriku zhvilloi një lojë pozitive në këtë takim, por pa arritur të shpallet kampion i kategorisë së dytë. E megjithatë, fat për Orikun këtë sezon ishte ngjitja në kategorinë e parë, teksa bëri mirë gjatë sezonit dhe kështu në sezonin e ardhshëm, skuadra orikase do të jetë një kategori më lartë. Në përfundim të takimit, atmosfera festive kulmoi me ceremoninë në dorëzimit të kupës, ku presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka i dorëzoi trofeun skuadrës së Beslidhjes, ndërsa Oriku është nën kampioni i kategorisë së dytë.